4 javë në kërkim nga policia. Dalin detaje të reja për Elionën para 5 viteve. Eliona Binakaj është emri më i lakuar i momentit. Banorja më e re e Big Brother VIP Kosova ka fituar një mbështetje masive nga publiku, i cili e sheh atë si viktim të bullizmit, depresionit nga banorët e tjerë brenda shtëpisë. Por, gërmimi në të kaluarën e saj ka nxjerrë në dritë një dokument zyrtar të policisë gjermane, që daton në shkurt të vitit 2020. Çfarë thot saktësisht raporti i policisë? Në njoftimin e lëshuar nga redaksia e lajmeve të policisë më 8 shkurt 2020, jepen detaje specifike për zhdukjen e saj. Data e zhdukjes. Sipas policisë, Eliona, atëherë 13 vjeçe, rezultonte e zhdukur që nga enjtja e 9 janarit 2020. Kur u lëshua njoftimi, ajo kishte pothuajse 4 javë që nuk gjendej. Arsyeja e largimit. Dokumenti specifikon qartë se ditën e zhdukjes kishte pasur mosmarrveshje lidhur me vendodhjen e dëshiruar nga Eliona. Kjo le të kuptohet se adoleshentja nuk ishte dakord me vendin ku po jetonte ose ku duhet të qëndronte. Refuzimi për t'u kthyer. Policia theksonte se vajza ishte parë në zonën e qytetit të Augsburgut, por nuk ishte kthyer te kujdestarët e saj ashtu siç ishte rënë dakord. Dyshimet për vendodhjen. Autoritetet dyshonin se ajo mund të fshihet e të njohur të paidentifikuar në rajonin e Ulm apo Baden-Württemberg. Ky dokument i risjell në vëmendje nga menaxheri. Personazhi i njohur i rrjeteve sociale zbulon një periudhë rebele dhe të vështirë të adoleshencës së saj në raport me rregullat. Shumë kohë para se ajo të bëhej figura publike që të gjithë po e ndjekin sot 24 orë në 7 ditë të javës në ekran. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.